Të ndëroj shikues deri u sportimi drejt përsëri nga stadiumi I Ajvalis të keq të kampit nacional ku luhet Supersfida Malisheva Vllaznia. 4-0 rezultat të befasues për skuadrën vendase që ka përmbysur ndeshjen e parë. Kam këtu pranë një emër shumë të nderuar të njohur të futbollit Kosovës dhe mbar shqiptarisë. Samir Rukani, ish portieri kombëtar I Kosovës, sot punonjës I Federatës së Kosovës në futboll. Rukani, një ndeshje me gola. Pritej. Mas pari përshëndet të gjithëve. Sot është një ndeshje me vërtet lutur fantastike nga Malisheva. Malisheva me vërtet ka është dominu ndeshjen. Më është shumë e çuditshme sepse Vllaznia është një skuadër shumë e njohur edhe një ka bën një kampionat shumë të madh vitin e kaluar në Shqipëri. Por me vërtet sot Malisheva është në top formë. Çfarë po ndodh në këtë ndeshje? Gol pas goli. Gol pas goli, po edhe aksionet e bukura, po normalisht kjo është një sinjal shumë I mirë si për jep Malisheva, se mas rezultatit që I kam pas në Shkodër, nuk është e lehtë me ardhur këtë, kur në si thamë më herë, një skuadër shumë e fortë që e patën tash është shku shumë mirë. Është shumë mirë për Malishevën, bravi qoftë djemve, tash akoma s'u mbaru ndeshja se vihet kurrë. Për ata sy kemi në fakt dërëm. Jemi në minutat e fundit të takimit, po duket se gjithçka ka përfunduar, por akoma nuk përfundon. Ja, për ata sy. Skuadra Martinit edhe mund ta deri për momentin si folum me vërtet Malisheva është dominues. Çfarë po spikat po tepër tek Malisheva? Po jo, po shitet angazhimi, mentaliteti dhe trajneri ka vendosur ekipin shumë mirë. Bravi qoftë, taktika është shkëlqyeshme. Ata sy tash jo na lë do minuta si nuk po futu ndeshja, pra ata sy po thonë për momentin është kështu, po futbolli si diet kur. Shikojmë në të momentin se tekniku Martini bëri 2 lëvizje, ka larguar nga fusha Emiliano Musensi dhe Pusin, duke aktivizuar në fushë forca të reja. Shiko, për ata sy po thonë, futbolli 90 minuta luhet, tash akoma nuk ka përfunduar, të shikojmë apo mundet me reagu. Po, për momentin si për shumë, Malisheva me vërtet është dominues pa diskutim. Si një ish portieri I kombëtarës dhe specialist I portës, loja portierëve në këtë ndeshje si ishte? Shiko, portieri Malisheva nuk pat asgjë. Normalisht kur ki shumë aksione si portier, kur I merr 4 golla nuk mundesh kur me thonë se kom lujt mirë, po futbolli është ka njerë nuk ta dën. Për ta thyrë të shikoni si po përfundon, po futbolli ka njerë është kështu si nuk I spjegim. Ardha e teknikut Vërdaris, I cili ka drejtuar 2 herë Vllaznin, mendoni që ka dhënë një forcë më tepër Malishevës? Shiko, unë thash, si e pash këtë ndeshje sot me javën e kaluar, Malisheva me vërtet hini në fushë për me fituar. Edhe është të tregu deri tash, sepse kanë pas shumë raste edhe si nuk I kanë përfunduar domethënë me gol. Për momentin është kështu, forca është edhe meritat janë me vërtet më shumë te Malisheva se te dështimi për momentin të Vllaznias. Në aspektin personal, Samir Rukani pasi karriere shumë të suksesshme në Kosovë dhe jashtë Kosovës, por sidomos me kombëtarin e Kosovës tashmë, zyrtari I Federatës Kosovës futbollit, I kënaqur? Shumë I kënaqur, po provojna me zhvillu futbollin sa më mirë dhe po shpresojmë si do të çojmë Kosovën edhe në Europian sa më shpejt. Do të shikojmë Kosovën në Europian? Me kismet. Ke çardhë se nuk kualifiku as Kosova dhe as Shqipëria në botëror? Jemi me zitë shumë, sepse na, si me thonë, si Kosova, si Shqipëria, jemi gjithmonë njëkëm njërin tjetën dhe mbështetëm njërin tjetën. Për atë arsye si vjetë jemi shkon të dyjat shumë afër, po duhet me punu, duhet me vazhdu edhe për ata që kemi drejtim Europianit, shpresojmë si Kosova, si Shqipëria, do ta arrijmë qëllimin. Ishim me Samir Rukanin, që të po vërgoja këta.
Isha me Samir Urkanin, një nga emrat simbol të futbollit kosovar, një legjendë e portës Kosovës, tashmë punon një zyrtar i Federatës Futbollit Kosovës. Samir, faleminderit. Faleminderit, përshëndesim gjithëve. Malisheva duket se Akoma s'ka përfunduar.